Vion të mbetet kritike situata nga përmbytjet në vend për shkak të rreshjeve të dendura të shiut prej 2 ditësh. Më e goditura nga përmbytjet është Gjirokastra, 70 biznese, shumë shtëpi dhe automjete janë shkatëruar në lagjen 18 shtatori. Pamjet gati apokaliptike me masive inertësh dhe gurësh në rrugë. Dyqane janë pasojë e vërshimeve masive të lumejve dhe përrejmbe. Të paktën 800 banesa të përmbytura dhe 304 persona të evakuar është bilanci paraprak i përmbytjeve në qytetin bregdetar të Durrësit. Një ditë pas rreshjeve të dendura të shiut, situata në Durrës duket më e qetë, por mbetet problematike gjendja në disa zona të qytetit, kryesisht në periferi. Edhe në burgun e Durrësit situata mbetet problematike, oborri dhe kati i parë i godinës kanë prani të lartë të ujit. Mësimi nuk është zhvilluar as sot në disa shkolla ku oborret e të cilave janë në ujë. Edhe në lagj situata mbetet kritike pasi disa familje janë evakuar dhe shumë shtëpi janë rrethuar nga uji. Niveli i lumit Vjosa ka arritur 7.2 metra mbi nivelin e detit dhe i ofrohet pikës kritike. Raportohet të ketë dalë nga shtrati në zonën e pazarit pranë Urës së Mifolit. Situata paraqitet mjaft e rëndë edhe në disa zona të thella të bashkisë Kukës, ku një numër i madh fshatrash vijojnë të jenë të bllokuara si pasojë e motit të keq dhe rrëshqitjeve masive të dherave. Gjendja më serioze raportohet në njësinë administrative Zabot, ku në 3 rrugë që lidhin këtë zonë me qytetin e Kukësit janë të bllokuara. Një tjetër ngjarje e rëndë ka ndodhur në aksin Qukës-Qafploç, teksa një makinë në lëvizje është goditur nga disa gur për shkak të rrëshqitjeve të dheut. Nga incidenti raportohet të ketë vetëm dëme materiale, ku mjeti u godit konkretisht në pjesën e përparme të tij. Situata në Urën e Mifolit gjithashtu mbetet kritike dhe sipas përgjegjësit të sektorit të emergjencave civile pranë prefekturës Fier Krshnik-Ymeraj janë marrë të gjithë masat për rritjen e gatishmërisë së strukturave operacionale për njoftimin e komunitetit, bizneseve dhe blegtorëve që operojnë përgjatë rrjedhës së lumit Vjoz. Edhe po Gradeci është përfshirë nga rreshtet e dendura të shiut gjatë orëve të fundit. Deri më tani është rritur ndjeshëm niveli i ujit në lumin e Starovës dhe lumin e Vërdovës, me të cilët ekziston mundësia të dalin nga shtrati. Ndërsa lumi i fshatit Romei ka dalë nga shtrati duke shkaktuar një situatë serioze dhe shqetësuese për banorët e zonës. Si pasojë e rritjes së nivelit të ujit, përmbytjet kanë prekur disa banesa që ndodhen pranë këtij lumi, ku uji ka depërtuar në ambientet e brendshme. Në qarkun e Shkodrës, situata hidrometeorologjike paraqitet kryesisht e qëndrueshme dhe nën kontroll. Sipas monitorimit të vazhdueshëm nga institucioni i prefektit dhe strukturat e emergjencave civile në bashkëpunim me bashkinë, në bashkinë Shkodër, rreshtet kanë pushuar prej orësh, por ka prezencë të ujit në disa zona, veçanërisht në rrugën kryesore të Obotit, ku niveli i ujit arrin në 30-40 cm, duke lejuar kalimin vetëm për mjete të larta. Disa oborre banesash dhe sipërfaqe tokash bujqësore në të njëjtat zona mbeten të përmbytura, ndërsa grupet e punës vijojnë monitorimin dhe ndërhyrjen në terren në vendet me risk më të lartë. Në qarkun e Elbasan rreshtet kanë shtuar intensitetin e shiut, duke sjellë prani të ujit në disa banesa të tjera në Bashkinë Belsh, përveç 2 rasteve të raportuar më parë dhe duke krijuar rrezik për disa banesa të tjera. Në aksin rrugor të bashkisë ka patur inerte në rrugë, të cilët janë pastruar dhe aktualisht nuk ka probleme në qarkullim. Në fshatin Vajs të bashkisë Selenic, si pasojë e rreshjeve të dendura të shiut, ka rrëshqitur rruga dhe janë dëmtuar 2 banesa. Rruga është bërë e pakalueshme për automjetet, ndërsa fatmirësisht banorët e 2 shtëpive të dëmtuara nuk kanë pësuar lëndime. Ndërkohë, Instituti i Gjohë Shkencave paralajmëron vijimin e rreshjeve në ditën e vijim dhe rrezik për përmbytje, rrëshqitje dhe dherash, ndërsa autoritetet mbeten në monitorim të vazhdueshëm.